Viktima e parë e çdo lufte është e vërteta, thoshte Aristoteli, dhe pikërisht që ka ndodhur edhe me luftën tonë të fundit. Pas përfundimit të saj, ne kemi shumë interpretime, kemi shumë rrëfime të cilat nuk përputhen. Pse ndodhin këto? Pse kujtesa kolektive e shqiptarëve prodhon shumë ngjarje për një realitet të cilën jetojmë akoma? Për diskutuar mbi këtë çështje, unë sot e kam të ftuar një gazetar i cili ka dhe ulumtime mbi këtë fushë, për mbi të gjitha është imbjetuar i një masakrës, masakra e Izbicës. Në studio e kam Abit Hoxhën. Abit, falenderoj shumë që ke gjetë kohë fillimisht me nda me ne edhe një rrëfim, edhe një studim t'juaj personalisht, që unë për vete e respektoj tepër. Është kënaqësi e veçantë. Atëherë, pa humbur kohë se për mua është temë e ndihshme lufta e fundit, edhe të hijim fillimisht në aspektin general. Pse ne sot, 2026, 27 vite pas përfundimit të luftës, kemi shumë rrëfime, kemi shumë interpretime që nuk përputhen kërkun me njëra tjetrën. Pse ndodh kjo me shoqërinë? A është e zakonshme për shoqërinë tjera, apo ndodh vetëm për shqiptarët? Unë kam studiu disa konflikte dhe disa lufta tjera në botë, jo vetëm Kosovën. Studimet e mia përfshin edhe vendet e Afrikës, lindjes mesme dhe Ballkanit perëndimor. Por Kosova është rast i veçantë për shkak se është e vërtetë që lufta në Kosovë ka disa, si me thonë, shtresa të rrëfimeve. Ka disa arsye për këto. E para është se një numër i vogël i popullatës ka përkrahur luftën çlirimtare. E dyta është për shkak se një pjesë tjetër e popullatës, për mos me thonë ka qenë kundër, ka qenë skeptike ndaj kësaj lufte. Edhe këta pastaj kanë narracione të ndryshme për luftën. Me sheru kompleksat? Edhe me sheru komplekset, edhe për interesa. Vetëm pjesë lavdishme të historisë pa qenë fare? Ka një farë deficiti patriotik në këtë kontekst, po dhe është lufta pastaj pozicionimi politik i pas luftës. Çu ka ndodhur pas vitit 1945 me luftën e dytë botërore. Ashtu ka ndodhur mas vitit 1999, kur këto shtresat, ose këto klasat, them kështu kushtimisht, jo në kuptimin marksist, por klasat e pjesë të popullatës, kanë pas interesat ndryshme politike për njëna tjetrës. Në Kosovë ka dhe megjithatë dy narracione shumë të mëdha, ose ndamje të interpretimit të rezistencës, po thamë, është rezistenca paqësore dhe rezistenca e luftës. Edhe kjo është një farë ndamje... Ka në vështrimin tonë si gazetar, në falë që po ndërprej, edhe ulumtimët që i ke bo, që e di që i kitë shumë të ase njifna pak ma herës dhe sa sot në emision, ajo normale këto për një shoqëni, që del pas lufte edhe është akoma në tranzicion, besoj unë të pakten. Për Ballkanin janë mbase normale. Bashkimi Evropian ka pas një iniciativë me pas librat përbashkëta historisë. Që ka përfundu mizerjen veti. Që ka përfundu në aty ku duhet përfundoj, në mbeturinat e historisë, për shkak se nuk mund shkruhet narracioni i viktimës edhe i kriminalit në të njëjtën kohë edhe me satisfaksionin e dy palëve. Nuk mund të shkruhet lufta e Kosovës edhe të bëhet një farë balansi falso i viktimave të luftës edhe kriminalëve të luftës. Nuk mund bëhet një farë krahasimit që është tentu me u bë. Ajo iniciativë me librat e përbashkëta ka qenë një iniciativë, është koordinu prej një projekti grek. Edhe pjesa e Kosovës ka qenë mbase skandaloze, por ka qenë me referenca të dobta. Kështu që është Ballkani, përgjithsisht Ballkani por në vende tjera më të civilizuar që kanë një avans më të madh, po flas akademik, ka një debat të gjerë, edhe njerëzit ballafaqohen me të kalumen e tyne në mënyrë ma konstruktive. Intereson me ato përvoja që i ki. A bëhet atje debati, se unë jam gjithmonë pro debatit, me etiketime? Jo. Tek ne debati vazhdon e kësaj dite, kur flasim për atë pjesë të historisë, që është lufta jonë, fillimisht rezistenca paqësore e Ibrahim Rugovës, me etiketa tradhtare patriot, jemi shumë kategorik qëndrime. E trajtojmë shkencën si me qenë matematik, shkencën e historisë këtë rast. Po, zakonisht kjo është pasojë e mungesës së njohurive. Kjo etiketimi dhe kjo ad hominem sulmet. Ka një rast që ta shpjegoj vetëm sa për me ilustru. Në Norvegji ka ndodhur një diskutim më i vonshëm i rolit të rezistencës norvegjeze në deportimin e hebrejve nga Norvegjia në Suedi dhe marrja e parave. Edhe krejt debati ka ndodhur edhe në studio televizive, por ka ndodhur në një mënyrë shumë akademike, me referenca akademike dhe me libra dokumentim. Do të thonë libra dokumentim,
edhe një diskutim pa e personalizu debatin në nivelin I cili tani kish me shpall dikant tradhtar ose bashkëpunëtor ose kështu diçka. Kështu që po këto e bojnë zakonisht shtetet të cilat kanë kapacitete, po edhe kanë një farë bagazhi akademik që mund ta përballojnë këtë debat. Na jemi si shoqëni interesant, ose kalojmë këtë ekstremin e shpalljes së herojëve të tradhtarëve, ose përfundojmë në një pajtueshmëri që mu personalisht më bezdis. E po I referohem aty në teksteve të përbashkëta të historisë, ku për shembull masakra e Reçakut quhet incident. Ka probleme edhe tjera me pastaj kemi një ekspozitë së fundit në Prishtinë për masakrat, e një po do më nalt të masakrat se ju një imbjetuar me një masakre, që e thamë në fillim të emisionit. Pse ndos kjo? A mungesë e vetdijes kombëtare, a është pa vetdijshëm viktimë e një narracioni që ka pak në kompleksuar atë rrugës? Më lejo ta sqaroj këtë çështjen e masakrës, por unë jam gjend në fshatin Izbic gjatë luftës, kur ka ndodhur, nuk I mbështet aty I mbjetum I vendit ku janë vrarë njerëzit, por kam qenë në togën e pushkatimit. Nuk kam qenë në togën e pushkatimit, kam qenë në janë 150 metra larg, I mshefu në një grop. Kështu që kjo është mbjetimi im, kjo është ajo rrëfimi I vogël. Kjo pyetjen që ma bënë ndodh për shkak se spari rrëfimet e dëshmitarëve edhe historitë gojore në Kosovë janë supresuar në farë formë, janë shtyp poshtë për shkak se kanë ndodhur se janë shumë subjektive. Historia që shkruhet në regionin tonë përgjithsisht shkruhet prej njerëzve të cilët historinë e kanë si instrument politik. Nëse I shohim librat e historisë që mësohen në shkolla fillore dhe të mesme tonat, ka shumë, me thonë shumë diplomatikisht, ka shumë pjesë që duhet përmirësohen. Thënë zbuti. Një prej rasteve që edhe folëm më herët, ka qenë edhe për shembull lufta në Drenicë, 1945, lufta në Gjilan, vrasja Shaban Polluzhës, roli Fadil Hoxhës, e tjera, të cilat në librat e historisë paraqiten si këto lufta paraqiten si lufta prej partizanëve serbo-çetniko Malazezo, kështu me këto emërtimet, ndërsa partizanët që kanë rrethu është figurën e Shaban Polluzhës kanë qenë shumica shqiptar. Një pjesë e madhe, ashtu po edhe shqiptar ka pas. Domethënë për shkak të etnizimit, për shkak të politizimit, edhe të përdorimit këtij instrumenti si instrument politik, të historisë si instrument politik, ka një rast tjetër që në Kosovë derivon, tashmë pak përmendet, është masakra e Tivarit, që nuk ka shumë ala debate për atë punë. Po, ka shumë ende debate dhe ka një pajtueshmëri heshtje për këtë çështje që është shumë brengose. Pajtueshmërinë heshtje në çfarë kuptimi? Në kuptimin që mos më fol, po. Ka debatet bëhen, media bëhen kështu, po jo në çarçe akademike atë shumë. Edhe ato veprat të cilat janë shkruar janë vepra të cilat janë anekdotizuar në farë forme, të cilat nuk plotësojnë asnjë kriter akademik, të cilat nuk mund t'i përdorësh si referenca në akademi, në publikime shkencore ndërkombëtare, sepse tregohen si tregime ose bëhen kështu si përjetime, por nuk ka dikush, nuk ka një sponsorizim, për shembull, Ministria e Arsimit nuk ka dhënë asnjëherë një bursë me studiu masakrën e Tivarit. Pse dikush se bën një magjistraturë në masakrën e Tivarit? Pse nuk ka një sponsorizim? Dikush më thonë, okej, më bën një temë magjistraturës për elitën komuniste në Kosovë. Para se më rrinte lufta e fundit, le të ndalni pak te lufta e dytë botërore, me që edhe e përmendëm. Është interesant që për masakrën e Tivarit është shkruar një anshëm, nga secili kamp, qoftë nga ballist, qoftë nga komunist. Por ironia është në librat e historisë kemi dy palët në jetë, trajtuar në jetë. Kjo paradoksin këtë më. Që aty Shaban Polluzha këne e ki Fadil Hoxhën. Ose shkem në Tiranë, për shembull, brenda një sheshi, fund e kryje, këne është Ahmet Zogu, këne është Hasan Prishtina. Këto nuk shkem bashkë. Pse ndos me ne? Pse kjo nevojë jona me shku deri si pikat çroditjes të grumbullimit të historisë, nuk ka interpretim, me grumbulluar histori për mi kënaq këtë kategoritë. E kemi na një farë fetishizimi me historinë dhe me grumbullimin e figurave historike, tu e hiperbolizu historinë dhe rolin e njerëzve në histori, për shkak të mungesës së studimeve të mirëfillta, të cilat kishin me shkruar historinë vetëm prej perspektivës shkencore. Instrumentalizimi i historisë për qëllime politike na ka ndjek prej luftës dytë botërore, ne i thon spaku. Të gjitha produktet të cilat mësohen në shkolla kanë përjashtuar derivon komplet
aspektin personal, aspektin subjektiv. Në një studim që kemi bërë para disa vitesh, kemi bërë fokus grupe dhe intervista në tërë territorin e Kosovës, bile edhe në Dragash, kemi bërë një fokus grup. Dragashin tema atje. Dragashin tanë, për shkak se mendoj se është shumë e rëndësishme vendet që reprezentohen më pak në studime. Zakonisht kur vjen dikush prej jashtit, bën intervista në Prishtinë për shkak të kafiçave, për shkak të vendeve. Skenderaj, Malisheva, Prizreni, Dragashi përjashtohen prej narracionit që tregojnë. Studimi tregon se familjet shqiptare flasin shumë pak për luftën. Pse sipas jush? Ka një farë frike në familjet shqiptare me folë për luftën, për të kaluar prej frikës që po i traumatizojmë fëmijët, po ju sjellim këtë narracionin e luftës, po ju sjellim dëm e tjera, edhe është mbjell një farë kulture politike e cila thotë se duhet me ecë përpara. E vetmja mënyrë me ecë përpara si duhet, është me folë si duhet për historinë. Kur them duhet me folë si duhet për historinë, mënyrë duhur, është se na fëmijëve tonë nuk duhet me mësu hakmarrjen. Kjo është e para. E para është për shkak se nëse pajtohemi që lufta ka qenë e keqe dhe ne kemi qenë viktime luftës, edhe dikush neve na ka bë keq, atëherë unë fëmin tem nuk du ta shoh në pozicionin e tillë. Kjo është e para. E dyta është se përjetimet tona janë legjitime dhe nuk kemi çka me mshef, storjet tona janë legjitime dhe do t'i tregojmë deri në Bruksel ose kudo, në mënyrë që fëmijët tonë të kuptojnë dhe të kujtojnë se çka ka ndodhur. Veç dëshmitarët që rrefejnë, që kanë qenë dëshmitarët luftës, unë e shoh që hezitojnë kategorinë ndryshme. Po i marr për shembull, që është shembulli më i dhimbshëm për mua, më i ndjeshëm për shoqërinë tonë, gratë edhe nume në luftë. Kjo besoj vjen si pasojë një sfondi pak më primitiv kulturor. Po. Paragjykimeve, stereotipave që ndërtohen. Po. Ajo ka paraqit vështirësi kjo në hulumtimin e juaj fillimisht. Po. Kur kemi pyet në fokus grupe dhe intervista se ku është burimi i informacionit për luftën në Kosovë. Shumica dërmuese janë përgjigjë se burimi vetëm ose ndër burimet kryesore të informacionit është rrjetet sociale, platformat digjitale. E cila është fatkeqësi për shkak se varësisht prej ku e interpretojmë luftën në Kosovë, 2 vjet luftë ose 3 muaj luftë, gjithë kjo periudhë kohore kondenzohet në një reel ose në një video në YouTube, e cila pastaj ky kondenzim është shumë i dhënshëm, është i papërgjegjshëm shpeshherë për shkak se mungon trajtimi i duhur, mungon burimet e duhura, është tepër i njanshëm e tjera. Domethënë, burimet kryesore të rinisë sotshme në Kosovë, të shkollave të mesme, edhe ma të rritun se shkollave mesme, për luftën në Kosovë janë mediat sociale. Nuk jenë librat, nuk jenë storjet tona të familjeve. Unë kam bërë një kapitull të një librit ku njëna prej të gjeturave ose njëna prej narracioneve që e kemi ndërtu prej të dhënave empirike është se shpesh herë gratë në mënyrë shumë të pa denjë paraqiten si viktima, kur kanë qëndru, tash ta tregoj një citim kështu, në disa prej intervistave thuhet nanat tona kanë qëndru në shtëpi edhe janë viktimat luftës, ndërsa babat kanë ikë në mal edhe kanë kontribu për çështjen kombëtare. E sheh kontradiktën fjalë këtu, kur thotë kanë ikë në mal dhe kanë kontribu. Ndërsa nana ka qëndru, nanat të cilat kanë qëndru zakonisht në shtëpi gratë. Po që pas kanë lënë gjysmën e popullsisë pa mbrojtur. Përveç që kanë lënë, po nanat kanë qëndru në shtëpi, po janë viktimat luftës, ndërsa babat kanë ikë në mal dhe janë herojtë e luftës. Kështu domethënë e kemi konceptualizuar krejt rrëfimin e atyre të cilët nuk kanë qenë pjesëtarë të UÇK-s për shembull, ose atyre të cilët dojnë me hiperbolizu rolin e tyre në situatën politike në Kosovë. Tash vim të ajo që se ju e thatë shumë mirë, nuk mjafton për brezat e ri të paktën me informua për atë pjesë luftës, vetëm librat, me që janë pak shkrume edhe janë shkrume me ngarkesa. Cili do verzion që e merr, janë shkrume me ngarkesa. Sa kanë ndikuar mediat, qoftë për të mirë, qoftë për të keq, me kriju atë të quhet balanci falso të një konflikti që dihet kështu ashiqare kush ka qenë viktima e kush agresori. Cili është roli i mediave në këtë pikë për me quajtur vërtetën të vendi i vet? Roli i mediave në fakt është esencial, është roli kryesor i ndërtimit të storjes të luftës në Kosovë. Tregimi jonë i luftës në Kosovë sot konsumohet vetëm nga mediat. Fatkeqësisht Kosova nuk lexon shumë, statistikat tregojnë, fatkeqësisht Kosova gjithashtu
rankohet në PISA për mendim kritik shumë poshtë. Fatkeqësisht Kosova nuk ka mendim kritike e fundit kretë. Po, nuk ka shkolla të mira, nuk ka studime të mira, edhe kjo gjithsesi ndikon që tregimi jonë i luftës me qenë i përgjysmun. Kjo thënë mas lehti. Ndërsa te balansimi falso i krimeve ndodhen edhe disa media që për shembull ndërtojnë storje duke krahasu krimet, duke krahasu dhunën sistematike të organizume prej shtetit serb në Kosovë me dhunën e individëve të cilët hakmiren, të themi edhe ashtu, pas luftës për çka ka ndodhur në Kosovë. Këto janë viktimat janë viktima, por veprat penale, kriminale që bëhen pas luftës nuk mund të jenë pjesë e krimeve të luftës, sikurse dhuna sistematike e një shtetit kundër një komuniteti. Kosova ka qenë krim afekti nëse ka ekzistuar i tillë. Po Kosova në farë forme nëse e shohëm kushtet për krim për gjenocid, i plotson pothuajse gjitha kushtet në interpretimin e gjerë të fjalës për një gjenocid. Do të thonë, shteti serb ka organizuar një gjenocid edhe në media shpeshherë na thonë. A pranohet, falë të bëjmë një digresion, se kjo gjenocidi pak ka peshtron për mos i fjalë, i bjen me përkthyer bukvalisht, zhdukje një race. Tentim për me zhduk një ratë. Ndërkombëtarisht, sa pranohet argumenti ose pretendimi jonë që Serbia ka kryer gjenocid këtu, që e dim që është një goxha një farë mekanizmi që do të goxha mi ka përcyer do shkallë për me rrinë aty. Është shumë vështirë të thuhet për shkak se ekzistojnë dy shkolla. Njëna shkollë e mendimit edhe juridik normativ të interpretimit të gjenocidit është se duhet ketë edhe elemente tjera shtesë. Do të thonë, përveç që duhet të ekzistojë qëllimi, do të ekzistojë edhe ekzekutimi i atij qëllimit, ndërsa ka një shkollë pak më liberale që thotë se qëllimi mjafton për me definu. Në Kosovë qëllimi gjithsesi ka qenë. Këtu nuk ka dyshime, ndërsa ekzekutimi i këtij qëllimi nuk jam i sigurt është temë për debat. Është temë për debat për shkak se vetëm, në thojza, vetëm dikun 800.000 njerëz janë dëbu prej vendeve të tyne, janë djegë shumë shtëpi, po jo të gjitha shtëpit. Kjo është interpretim shumë konservativ i një shkollet mendimit juridik. Më thonë, paka shumë kështu, nuk është, ka shumë ma shumë materiale dhe diskutim, po është në thelb, kjo është ideja. Por te diskutimit, kush a është gjenocid ajo, për mu nuk ka diskutim kush është agresori e viktima. Ndërkohë, edhe për fajin tonë, jo veç për fajin tonë shqiptarëve, nëse të kemi një rrëfim që gati edhe e kemi pranuar që o barazohu viktima me agresorin. Para se me folë për këto pse ndodh, në vende të tjera ku ke bërë studime ti, a e pranojnë këto shoqënitë e dalme nga lufta? Ose çysh reagojnë në këtyre mekanizmave, të gjithmonë ka përpjekje. Jo. Por agjenda ndryshme. Në vende të tjera dihet qartësisht, për shembull në luftën e Burundit, dihet qartësisht kush çka, cili është roli, dhe zakonisht në Afrikë për shembull ka shumë komisionet pajtimit ose ato tribunalet pajtimit të vërtetës, të cilat pastaj njerëzit vinë edhe tregojnë çka kanë bë, për krimet që i kanë bë në këmbim për një farë falje ose në këmbim të zvoglimit të dënimeve. Edhe në lindjen e mesme është e qartë. Kështu vijat janë të qarta, ndërsa në Kosovë dhe në Bosnjë për shkak se kemi të bëjmë me një situatë ku për shkak të intervenimit ndërkombëtar, fituesi i luftës nuk është shumë i qartë, nuk ka ndodhur me Serbinë asnjë farë denacifikimi, asnjë farë ballafaqimi me të kaluarën, rrëzimi Miloševićit vjen si as kërkim falje nga ana aty. Jo kërkim falje, po edhe ndryshimi i sistemit politik vjen si pasojë e intervenimit nga jashtë, jo si pasojë e kryengritjes nga brenda, se po të kishte një kryengritje nga brenda, në Serbia ndoshta kishte me qenë një shtet pak ma konstruktiv në kuptimin e ballafaqimit me të kaluarën, po Miloševići është dorëzuar vetëm për shkak të është dorëzuar nga të tjerët vetëm për shkak të presionit enorm ndërkombëtar. Edhe kjo tani është pa gjithmonë si intervenim ndërkombëtar, jo si zhvillim politik i brendshëm. Këtu fillon ajo periudha e mos transformimit politik të Serbisë, po transformimit kozmetik të Serbisë, e cila për momentin e ka ish ministrin e Miloševićit në pushtet, dhe ka vazhdu politikat e njëjta të viteve 90-ta me diskriminim, me ato paragjykimet, me ato imazhet
tjetërsimin e shqiptarëve, cilët tash vonë një kryeministër e Serbisë ka thonë sapo kanë dalë prej malit ata. Din është Brnabići thotë po. Kjo është vazhdimësi e politikave të Miloševićit, të cilat kanë qenë politika jo vetëm fashiste, por kanë qenë politika naziste ndaj një komuniteti të vogël. Jemi dakord, kanë të faktorët e jashtëm. Funditës procesi i Agos nuk e ka pas efektin që e ka pas Nurembergu për Gjermaninë. Denazifikimi aty ka ndodhur në kuptimin total të fjalës. Ndërkohë këtu janë dënuar individ caktuar pa marrë përsipër barrën e fajit shtetit serb. Po Pa u distancu asnjëherë. Vetëm se ka një ndryshim, shoqënia gjermane pas luftës dytë botnore, për një me don me të i kalu nazizmin, për një me don mu ballafaqu me të kalumen, edhe bile simbolikisht, unë kam studiu dhe kam qëndru, kam jap mësim në Universitetin Ludwig Maximilian Münih për një 6 vjet. Aty qendra e dokumentimit për krimet naziste është qendër që gjermanët i dokumentojnë krimet e gjermanëve, krimet naziste të gjermanëve. Do të thonë, shkollat fillore të gjermanëve kanë për obligim, fillore kanë për obligim të shkojnë në Dachau edhe në kampe tjera të përqendrimit, ku thuhet se shihen ne çka kemi bë. Do të thonë, është Se mos mu përsërit kurrë. Në Gjermani, për këtë arsye, ndalohen përdorimi i simboleve naziste përgjithmonë. Do të thonë, unë nuk besoj që ka me pas në jetën tonë një moment kur në Gjermani mundesh publikisht me i pa simbolet naziste. Për një krahasim, falë që po ndërprej, nëse s'gaboj një nga generalët e asaj hierarkie naziste, o lirua vitet 70 në Gjermani. Ka vdek pasaj mosh të shtyme edhe kush s'ka marrë pjesë në ceremoninë e varrimit, kuptimin e një ceremonie shtetërore. Diković, kur o lirua 2011, nëse s'gaboj, e kam prit si heroi kombit në Serbi. Ndërkohë ato kishte liruar, e ka marrë burgin nga tribunali i Hagës për krime lufte. Pse ky dallim i madh mes ballkanazëve edhe evropianëve? Sepse, po them, kjo transformimi politik i Serbisë nuk ka ndodhur. Edhe kjo... I bindet i këtë ballkanazëve është njëjtë. Nuk jam i sigurt kush nuk pajton. Ka nuanca të ndryshme. Mendoj që në Kosovë ka një za konstruktiv, ka një popullat e cila është shumë ma në shpirt demokratike se sa në Serbi. Nuk jemi shumë të futun me një thes. Na megjithatë, unë mendoj se një shumicë e madhe e popullit Kosovës e kupton që e kemi fitu luftën, e kupton që kemi përgjegjësi si shumicë, si komunitet shumicë shqiptare, për edhe ndërtimin e storisë suksesit Kosovës, edhe për trajtimin e minoriteteve, edhe mënyrën se si sillemi vis-a-vis Serbisë dhe serbëve, edhe në Kosovë, po edhe në Serbi. Domethënë, shqiptarët e kanë filluar me të i kalu këtë kompleksin e luftës edhe të viktimës. Se unë mendoj se nuk jemi viktima. Kjo është shumë esenciale në ndërtimin e rrëfimit të shtetit të Kosovës. Na jemi ma liberal se fëqin tonë serb, por nga në tjetër kjo, duket mu, ka përshkallëzuar deri në atë pikën që kemi kriju dhe komplekse inferioritetin ndaj normave, saqë edhe autor shqiptar, gazetar, që jemi të folur për gazetar, se ju jeni vetë gazetar, gjen tekste, po të citoj, që e krahason krimin e Serbisë në Kosovë me krimat tona që kanë qenë në afekt pas lufte. Thuhet tekstualisht me një nga libra publicistik. Pa përmend autor, që këtu janë vrarë 1700 e diçka serb, rrjedhimisht do drejtësie për ata. Qysh para Zot, se kuptoj deri ku shon, pse ndodh ky kompleks? Preka buron kjo ngarendje jona me bën kësi deklarime. Mendoj që ka një farë tentimi me... Që kjo ka kriju, besoj, balancën falca pasaj. Edhe neve në ka bërë pranueshme që interpretimi që s'di kush agresori, kush viktima. Unë mendoj se ka një farë tentimi për të qenë distant edhe neutral ndaj çështjes të Kosovës. Këtë punë nuk e kërkon askush. Për neve shqiptarve, unë jam shqiptar i Kosovës, unë jap mësim 2-3 universitete në botë, tu vërshi 2 universitete në Norvegji. Askush asnjëherë nuk pret që në musil si një, nuk e di, si dikush prej Zvicrës që sheh Kosovën pa asnjë emocion. Unë megjithatë, me ose pa dëshirën tim, unë jam shqiptar i Kosovës. Vi prej Skenderajt, jemi lindur në Skenderaj, kam kryer shkollën në Skenderaj, edhe kjo nuk ndryshon. Kjo është çështje e pandryshueshme. Prandaj, qëndrimi im është subjektiv. Nuk e kam problem, nuk e kam kompleks këtë punë. Edhe veç subjektiv do të më qenë. Po, shumë prej inteligjencias në Kosovë e kanë pak kompleks këtë punë në neutralitetit, e cila është një farë çuçarllëku intelektual në raport me interpretimin e luftës Kosovës. Pikrisht, se pra kemi libra shkruam, kemi ekspozita
që e fundit ke një temë veti që s'po du me ataku autorin unë, pa dash më marrë me autorin, po me fenomenin. Që shka mundësina me përfundu në kësi nivele, ku prap se prap ofendohen viktimat shqiptare. Të burgosën, të armatosën. Po kjo është ajo që po unë po them. Kjo është absurdi llojit vetë. Kjo është ajo që po them unë, instrumentalizimi i historisë si instrument politik, që në mënyrë që të përdoret një ngjarje historike, që të atakohet një fenomen i tërë i hajde keq përdorimeve, të thojmë në thojza të listës së veteranëve të UÇK-s ose këto çështje tjera, është një farë konglomerati ideve që nuk është as shkencore, është intelektualisht e pandershme, edhe kur paraqiten dhënat e një organizate si punë enorme, sistematike, tjera, është mediokër. Është mediokër. Po, tash, ju jetoni në Suedinë, se s'gaboj. Norvegji, më falë, po ndërkohë jeni gjithmonë i updetuar me zhvillimin në Kosovë. Shumica e punës time, me thonë, ndoshta 90% e punës time është për Kosovën edhe në Kosovë. Pikërisht ato e di, po me që jetoni në distancë fizike, sa o bon, ose sa jeni të kënaqur ju nga këndvështrimi i një shqiptari që jeton me pronë jashtë, me punën që o bon Kosovë për dokumentimin e luftës fundit. Shumë pak. Keni qenë edhe aktiv të disa mbetjeve mortore që kanë ardhur nga Serbia, rrezave masive. Po unë kam punuar në zyrën për persona të zhdukur në mjekësi ligjore me kolegët e zyrës, një gati 4 vjet, nëse nuk gaboj, ku kemi trajtuar viktimat, kemi trajtuar personat e zhdukur, edhe prej vendeve në Serbi, edhe nëpër Kosovë, i kemi identifikuar sipas proceseve të adekuate, edhe roli im ka qenë ndër tjera, ballafaqimi me familjet, më tregu familjeve për identifikimin e dashurëve tyre. Unë kam punuar aktivisht në këtë punë. Në pyetjen tënde, unë mendoj që Kosova ka bërë, nëse themi, nuk po du me thonë hiç, po ka bërë shumë pak në dokumentimin e krimeve. Sot në Kosovë ka vetëm një organizatë që unë e di, që bën dokumentimin e dëmeve të luftës, dëmeve ekonomike të luftës në Kosovë, që bën dosjet, është një organizatë e vogël, vullnetare në Skenderaj, që bën një listë edhe bën gati dosjen që ndërkohë nëse dikur në të ardhmen në Kosovë antarësohet në Këshillin e Evropës, që të shtërrohen mundësitë e gjykatave në Kosovë dhe të paditet Serbia për reparacione ekonomike të dëmeve financiare ekonomike gjatë luftës. Nuk ka një institucion që është marrë me këtë çështje e para. E dyta, na ende e përdorëm një listë, e cila është lista më e saktë e Fondit për Drejtën Humanitare, listën e viktimave, edhe me gjitha ato dosjet e aty, po kjo nuk do të thotë që pse s'ka shteti i Kosovës listë, po shteti i Kosovës nuk ka kurfar dosje të personave që kanë ra për këtë vend. Do të thonë, nëse sot shkojmë dhe kërkojmë, të themi, hajde një arkiv kush ka qenë Fehmi Ladrovci. Nuk e di. Ku të shkojmë? A më tregon, ju jeni historian, shkojmë në bibliotekën kombëtare, ose shkojmë në arkivin e shtetit, ose... Në kur gjonë zgjenë? As Ministrinë e Shërbimeve Publike, as Ministrinë e Ekonomisë, as të Financës, as kënd. Ku të kryojmë? Është Instituti për Hulumtimin e Krimeve të Luftës në Kosovë, është kriju për të 5 herë, e shë edhe kjo është një fjalë kontradiktor, 4-5 herë, mos t'jem ashtu i sakt, edhe ky institucion nuk ka arrit me bë diçka më tepër se sa një qëllim për dokumentimin e krimeve. Do thonë, është një farë organizatë jo qeveritare, me petkën qeveritar, me buxhetin qeveritar, i cili nuk du ta sulmoj, bën punë fantastike. Është i vetëm edhe pak. Është i vetëm pak, me pak buxhet, me pak kompetenca, me pak mundësi. Kjo, na kemi tema, du të shtoj edhe disa tema këtu të shtroj si çështje shumë problematike. Në Kosovë, tash e di që instituti në fjalë ka bën një punë të hatashme për helmimet gjatë viteve 90-ta, në dokumentimin e helmimeve, na deri më tani s'jemi marrë kurrë me çështjen e helmimit. Ka disa libra të cilat janë shkruar vetëm në gjuhën shqipe dhe dokumentimi i helmimeve në shkollat shqipe.
është lënë pas dore deri më tani. Do të thonë, na asnjëherë s'kemi ndërtu muzeun tonë gjenocidit, na s'kemi ndërtu muzeun tonë kujtesës kolektive. Na s'kemi muze hiç. Aktualisht pa muze jemi. Aktualisht po. Që e prezanton kulturën tonë materiale qysh nga antika deri sot. Është në renovim që 3-4 vjet. Unë kam miq shumë të mirë që vinë prej vitit 1999, edhe njëna prej saneve që diskutojmë shpesh është se sa shumë ka ndryshu Kosova prej vitit 1999, edhe sa shumë kemi zhduk gjurmë të luftës në Kosovë. Edhe ku e kemi mbajt kujtesën tonë për luftën në Kosovë, nuk e kemi mbajt kërkon. Në punën që e kam bërë në zyrën për personat zhdukur, shpeshherë prej ndërkombëtarëve është rekomandu që të futen edhe artefaktet në vareza bashkë me eshtrat e mbetjet mortore që të mos Artefaktet në vareza. Artefaktet është rrobat e tjera. Qartë. Pse kështu? Ka qenë një farë agende. Mu më mërmendja që ka qenë një farë agende që të nalen punë që të mos shkojmë shumë në agresivitet. Mos kemi shumë materiale për me akuzu ma vonë. Po. Pas ka qenë skenare e kjo. Unë nuk më them që ka qenë skenar, po skenar ka qenë që na nuk e kemi ditë, edhe nuk kemi kujdes. Nuk e kemi ditë edhe nuk kemi kujdes, po sot nuk kujdesemi për këto punë. E me kaq pak dokumentim që kemi për luftën e fundit, të janis prej helmimeve, se vitet në avata janë luftë më veti, paktën në kanëveçrimin tem. Për shembull, më kujtohet ajo organizimi ilegal i institucioneve, ambulantat, shkollat, një ambulant ka qenë në fshat Temin. Sot është Germah, e mbulume nga vegetacioni. Ndërkohë ka qenë qendra kryesore, me thonë kushtimisht, e një rezistence shqiptare ku janë shëruar këtë shqiptarë që ata krajine. Kjo të regon shumë për ne sa jemi marrë me këtë punë dhe tash pyetjet i mosh. Me aq pak sa kemi dokumentuar, a mujmë na me ngrit nivel padije për Serbinë, kurdo që e kemi rastin me bon, me kaq pak dokumentime sa kemi. Unë nuk mendoj se mundemi, po kjo nuk është shumë çështje e dokumentimit me artefakte dhe në nivelin e ulët ruajtjes artefakte, sa është çështje genocidi, mendoj padia ndaj Serbisë është çështje shumë më shumë politike se sa juridike. Po kjo është vetëm interpretim personal i imi. Është çështje e momentumit politik, është çështje, por është një padi e cila nuk vjetrohet. Kështu që duhet të pas shumë kujdes që kur Kosova të merr këtë hap me qenë absolutisht e sigurt. Që e fiton London. Që e fiton London. Përndryshe nuk është mirë që mund të kthehet edhe në bumerang. A jemi vonë sot se tash një pjesë e fakteve, dokumenteve për luftën e fundit, kuptimin dokumenteve, çfarë do të qofshin materiale të shkruar kret, ka mundësi e kanë hub. Dëshmitarët vdesin për ditë. Dëshmitarët po, dëshmitarët vdesin. Sa më shumë që kalon koha, a rrezikojmë me pa argumente na për me rrinte pika kudo. Jo se argumente. A është vonë sot me janis prap. Jo, nuk është vonë. Mu vonë. vendisuar një bres, mu vendisuar një kast, po thon kushtet politike e këto. Kjo është çështje komplet tjetër. Vendisimi i kastës tonë, vendisimi i rinisë tonë nuk është vonë, po është esencial. Kosovës i duhen orët historisë në shkolla fillore dhe të mesme ma tepër se sa që ka. Pajtona, po, nëse vendisohet brezi sot, kasa jonë kulturore, lene me përjekin politike, a është vonë nëse ka lenë vitet edhe tutje, kur zhdukën faktat? A kemi me pas ku mu referuar? Na kemi humbë shumë materiale, kemi humbë shumë dëshmitar, kanë vdekë dëshmitar për masakrës Rezallës, masakrës Izbicës, masakrës Mejes, masakrës të Kralanit, gjitha këto masakra dëshmitarët po vdesin. E na si kemi dokumentuar mirë. Na si kemi incizu asnjëherë një intervist dhe për kujtesën kolektive. Është edhe një çështje tjetër. Komplet materialet të cilat shqiptarët e Kosovës përgjithsisht kanë vrapu pas organizatave ndërkombëtare me ju jap materiale. Ato materiale asgjësohen plotësisht. Do të thonë Tribunali i Hagës tash mas përfundimit mandatit, tash vonë e pat një kërkesë, i bën një kërkesë disa shteteve kush e merr arkivin edhe nuk e di ku përfundon ai arkiv. I këtij tribunali aktual. Jo. Ati të Hagës ka qenë ICTY. Po. Do thonë kush mbetet, kush shkon ai material. Ndërsa materialet që përdoren prej prokurorisë, për shembull, ka njerëz që cilëve ju janë marrë në Drenicë qindra fotografi të shtëpive të djegme të viktimave dhe që kur nuk janë kthyer ato fotografi më. Na kemi pasur çka një kopje. Na kemi pasur çka një kopje. Para me nënë para organizimi. Madje për me pa sa kemi
respekt për të kaluarën tonë, se për momentet tona historike, unë e dini sen që ka pak më vëmë kur e menoj dhe friksona. Mos e pas qenë klani i Shqipërisë dhe klani 2008-ën, momenti i pavarësisë Shqipërisë kishte qenë i pafilmuar, Kosovës, falni. Momenti i pavarësisë kur e ka shpallashim Saçi, nga zyra e qeverisë deri te kuvendi, kishte qenë i pafilmuar. Asnjë medium kosovar aty. Po. Edhe pse ka qenë momenti më pivotal ashtu i prezencës mediale në Kosovë. Paramenone ta kanë qenë 1800 gazetarë prezent në Kosovë. Për momenti aty kur nisët Hashim Saçi. Vetëm është në sajet e meritës që ka Blendi Fevziu me edhe klanin e Shqipërisë. Po jemi tash, se po shkojmë ka fundi besoj, një pikë që më intereson me folë me ju është revizionizmi i historisë. Sot shojmë haptas që ka përpjekje nga gjitha anët. E para pse vjen kjo, edhe e dyta sa është, si me thonë, s'mo me përdor terma moral, e drejt kjo punë. Që shetë ti këtë përpjekjet shqiptarëve për revizionim të historisë? Ka dy aspekte. Tash të them, kemi bërë një punë goxha voluminoze me kolegët e mi, ku kemi studiu revizionizmin historik në Kosovë, në Greqi edhe në Spanjë. Edhe rolin e gazetarëve në revizionizmin historik. Kjo është publikuar në një rolin e gazetarëve. Po, dhe rolin e gazetarëve është publikuar në një revistë akademike me ato të quhen peer review punime shkencore. Të jap pak kontekst. Në Spanjë me ligj është ndalu ballafaqimi të kaluar, folmja për të kaluarën. Në Greqi me ligj është memory law quhet, ligji për memorien pas rënies Frankos. Dhe thotë, na do të me ndalë krejt bisedat për të kaluarën, për një kohë pacaktuar edhe kështu ka ndodhur. 300.000 njerëz që janë të varrosur në Madrid në mauzoleumin e Frankos prej anës republikanëve, janë varros aty ku është varros edhe Franco, i cili është zhvarros para 2-3 vjetëve, dhe është dërguar me disa varreza të tjera. Është rast fenomenal i studimit, unë fascinuar shumë me Spanjën. Ka dy tendenca në Kosovë, në Spanjë dhe në Greqi, po në Kosovë është tendenca e parë është prej një grupit njerëzve të cilët dojnë me, anglisht dojnë to set the record straight, me i drejtu punët. Për shembull, luftën e Shabanit, që njihet në Drenicë. Po, që e përmenda filloj. Duhet të kem edhe dëshmitarë që kanë qenë, edhe fëmijët e dëshmitarëve që ju kanë tregu historiet, ato janë referenca shumë më të besueshme se sa referencat politike të proces verbaleve të kohës. Do me thonë, e dëshmitarë, asë kanë vdek. Nuk i kemi intervistuar. Kanë vdek, po ka dëshmitarë të cilët ju ka tregu dikush rrëfimet. Në Drenicë ekziston ky rrëfim është shumë i qartë. Po, veç, për masakrën e Tiguarit që e përmendët ju, dëshmitarin e fundit gjallë që e kumë pa ka qenë 2012, një farë Nis Hoxha në Klinë, një farë Mirhash në Klinë, në Voljak Klinës. E besoj që si jeton më sot. Më ka rastis me pa ato, kush së kanë me marrë intervistë. Po storit ekzistojnë. Historia gojore është referencë valide në histori. Atjetër, nga burimet kryesore. Sidomos tek shqiptarët, për shkak se e para nuk kemi shkruar histori, e dyta, verzioni i historisë në kontekstin lokal nuk është marrë parasysh kur në shkru dokumentet historike. Dhe më thonë, rrëfimi për luftën e Shabanit është se në ditën e parë partizantë shqiptar nuk janë vrarë sepse kanë pas plisa, ndërsa ditën e dytë njëri prej komandantëve thotë hekni plisat shqiptarët se po vrahen veç serbët. Kur e rrethojnë Shaban Polluzhën në Trstenik në kullën e dvoranëve që quhet ashtu, në shtëpiat e familjar të mitë për ndryshe. Do me thonë, kjo është ana e parë e revizionizmit historik që duhet ta tregojmë rrëfimin ashtu si është, ashtu si e tregojnë dëshmitarët, ashtu si e tregojnë dora e dytë e dëshmitarëve gojor, edhe burimet historike. Nuk ka kur gjë të keqe, thuhet se brigada kështu vjen edhe rrethon, edhe gjysa kanë qenë ose 20% kanë qenë shqiptar, 10% kanë qenë maqedon kështu. Edhe ky është rrëfimi. Shqiptarët e tregojnë këtë anë të rrëfimit, edhe kjo tani kjo i ndihmon mendimit kritik të vendosë se çka dhe si ka ndodhur e ngjarje. Ana tjetër ka një tendencë, sparimi i barazu krimet, shqiptarëve dhe serbëve, s'dyti me i kriju këtë balansin falso, kur ndodh diçka pas luftës, për shembull me ngjarjet e Marsit 2004, ndodh kjo balansimi falso i krimeve, thonë se kanë bërë serbët më përpara, çore tash na me manastiret, me kishën serbë. Ajo nuk ka pas sipas gjitha gjasave, nuk ka pas shumë lidhje me luftën në Kosovë.
edhe aspekte tjera të cilat pastaj hynë këto zhurmat politike, revizionizmi ndaj perandorisë osmane, revizionizmi ndaj terminologjisë që nuk e ka vendin, hajde të bëjmë sinqert, nuk e ka vendin në librat historisë, nuk i thuhet askuj hordhit, kështu, se nuk është terminologji që do m'ja mësu fëmijëve. Turqit e egër. Po, turqit e egër, po. Tok fjalsh. Sepse nuk është histori, nuk është mënyrë e shprehjes që do m'ja mësu fëmijëve, jo se duhet me u brengos ta shumë për turqit e egër. Nëzit urrejtje, nëzit urrejtje është akademike. Domethënë ka dy anë. Ana e parë është revizionizmi drejt historik, se duhet ndryshojnë libra. Revizionizmi për qëllim politike. Edhe revizionizmi tjetër që është për çështje politike edhe jo për prestizh politik, po për pozicionim politik edhe kredi politike e cila masnej përkthehet në kapital social në zgjedhje. Pikërisht që tu mendoj edhe unë sigur ju që humusi i politikanëve populistë është interpretimi jon për historinë. Po. Interpretimi turbo folk. Po unë para se me mbyll këtë, kom qefe një qeshtje, se po du me të shfrytzume që jeni pak në Kosovë, unë kujtos me një prezentim të juve, ku kom qenë edhe unë dëgjues aty, keni thonë që, edhe keni studim juve, që keni thonë që të rinjtë sot janë shumë ma pro luftës e sa ata që kanë pritur luftën. Pse ndos kjo? Të rinjtë sot në Kosovë, po edhe në vende tjera, e interpretojnë luftën në mënyrë shumë ma ekstreme se sa ata që janë dora e parë e luftës. Unë, për shembull, kam shpëtu gjatë luftës, kam qenë gjatë luftës në Drenic, kam qenë në fshatin Tushil, në fshatin Rezall, në fshatin Izbic, Rakenic, kështu e mësil, do me thonë në ato vende. Unë e di çka është lufta, edhe unë nuk kam problem. Këto biseda që po i flas me ty, kam thonë edhe në qendrën Sava në Beograd, në vitin 2006, kam thonë edhe në Bruxelles, kam thonë edhe në Norvegji në Oslo, kam thonë edhe në universitetin ku unë punoj. Edhe kjo historia jem nuk ndryshon askon. Ka një gjenerat tjetër, e cila ose ka qenë jashtë Kosovës, ose është gjenerata e cila është e lindun pas luftës në Kosovë. Pas lirisë. E cila interpreton luftën vetëm si mas atij kondenzimit, që e thash më herët, në media sociale. Mediatike, po. Sheh luftën vetëm si një ngjarje shumë e vogël, e cila, për shembull, një kështu me humorizu pa këtë çështje, mu më thojnë plot njerëz, ti nuk e din që na kanë bërë neve serbët. Ty, imbjetumi masakrës. Ja? Kështu është interpretimi i njerëzve, të cilët thonë interpretimi është ekstrem. Më ka ndodhur që në grupet e përbashkëtat, fokus grupet e përbashkëtat studimeve, një shqiptar thotë se unë me ditë se është kështu nuk ja kisha jap dorën kësaj serbes, për shembull. Edhe kur e shoh ashtu pak historikun, është dikush që ka qëndru gjatë luftës në Gjermani. Me krejt respektin, po unë kam taku njerëz të cilët kanë humb prind, kanë humb antar të familjes, kanë gjetë antar të familjes të coptuar me sopat, edhe thonë që lufta ka qenë shumë e keqe, na duhet me ecë përpara, nuk kemi drejt as me fal, nuk kemi drejt as me harru, sepse nuk është e jonja të falim, nuk është e drejt të harrojmë, po dhimbjen e prindve tonë ose antarëve të familjes tonë, na nuk mundemi me fal, sepse nuk është e jona me fal. Po me harru, nuk kemi me harru. Po me hakmar, s'kemi me hakmar. Kjo është shumë sublime, mendoj unë. Është një ndër momentet që unë edhe emocionohna, edhe e interpretoj si është shumë sublime. Është gati religjioze, kur dikush që i është vrarë antari familjes, thotë unë nuk du të hakmerem. Është shumë... Kjo është e bukur për mendimin tem edhe shumë shprezdonse. Unë të falenderoj shumë që ke qenë pjesë e këtij emisioni, Abid. Kënaqësi e veçantë. Emisioni po përmbylli shikues të dashur me një mesazh. Luftën duhet me zgjedh vetëm kur nuk mundesh me shmang. Por ndryshe lufta është e keqe. Ju mos e ndroni kanalin dhe ne shihemi javën tjetër.